Bashkia e Lezhë po punon për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në fshatrat e njësisë administrative Zemen, investime që synojnë lehtësimin e lëvizjes së banorëve dhe përmirësimin e lidhjes me akset kryesore rrugore. Një nga projektet që po zbatohet është rikonstruksioni i rrugës Markatomaj Autostrad, një segment me gjatësi 2.2 kilometra, i cili tashmë po shkon drejt fazës së asfaltimit. Për të parë nga afër ecurinë e punimeve në terren ishte kryetari i Bashkisë Lezhë Pirindreu, i cili u takua edhe me banorët e zonës. Kemi filluar Bërzan, kemi në plan, kemi hyrë në Zemen, po vazhdojmë në Markatomaj, do shkojmë në Spiden, do shkojmë në Tresh. Ne nuk ndalemi në këtë proces që kemi nisë, ta harroni këtë punë. Ne sot kemi financa të shëndosha, dhe ato financa do vinë për të rregulluar infrastrukturën dhe për të lehtësuar jetesën e njerëzve. Pik. Nuk ka më njerëz që marrin rroga, e sillen vërdall e u shesin men. Në Bashkinë Lezhë jo. S'ka për të pas në njerë. Dhe këtu nuk shtrohet problemi i votave, këtu shtrohet problemi që ne bashkë me ju duhet të japim rrugë zhvillimit. Pik. Dhe ne nuk mund ta bëjmë vetë këtë. Ne mund të bëjmë bashkë me ju. Pastaj se si e shprehni ju, është problemi juaj. Banorët e Markatomajt e kanë mirëpritur këtë ndërhyrje duke e cilësuar atë si një investim të shumëpritur që do të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen. Ata vlerësuan gjithashtu edhe investimet e tjera të realizuara së fundmi në këtë njësi administrative, si pastrimi dhe sistemimi i kanaleve kulluese, si dhe ndërhyrjet në varrezat e fshatit. Por mu ka bën një punë cilësore, punë të pastër, qoftë me kanalet që këtu sa shpastru kanal, kur unë kam mbi 60 vjetë që jetoj këtu. Vlavat që tash i tuna në shnogën, i lavdro ma shumë e ma mirë. Ne nuk kemi nevojë me fol as për kanalet që i kemi pa, edhe për rrugë ku e në banë komunë tonë, edhe ke varrezat që i ka pamullu ferra, e s'kishe ka me hymen, a s'kishe ku me lanë makinë, as gjan, edhe shpit një ka pa vetë. Zemeni gjithë më ratë që unë kam punu në atë zona. Janë rrugë shumë e ndërrume dhe e dëshume prej nesh. Se lidhë dy copë ka dune, edhe Spidin, edhe Markatomaj, i shërben knes, i shërben kujdes, kjo pjesë rrugë. 59% e buxhetit të Bashkisë Lezhë po shkon për investime ku janë planifikuar të realizohen mbi 100 rrugë në qytet dhe në njësitë administrative, me synimin për të përmirësuar infrastrukturën dhe cilësinë e jetës së banorëve në të gjithë territorin e kësaj njësie vendore.